Ajo që ka ndodhur me Sali Berishën në Strasburg nuk është në një gjë e jashtëzakonshme, po që se Berishës nuk do t'i duhej të gënjente me domos demokratët se ai është një personalitet i pranuar nga ndërkombëtarët. E rënda është se ai dëshmoi më shumë se çdo kundërshtar i tij se jo vetëm që është një udhëheqës i super izoluar, por edhe një udhëheqës banal. E gjithë ajo skenë banale e Sali Berishës që përveç se hyn pa ftesë në sallë, përveç se e lën të flasë vetëm 1 minutë dhe ja ndërpresin fjalën, dhe pastaj ai e vetë regjistron fjalimin duke folur me vete për të gënjur demokratët këtu, bëhet vetëm që ai të mbush mendjen demokratëve të PD-s se nuk është një udhëheqës i izoluar nga perëndimi. Në fakt, me këtë gjest e bëri një të mirë, pasi tani ai standardi i sallës parlamentare të Strasburgut, që ja ndërpren fjalën si qeni rrahur, duhet të jetë standardi i sallës së parlamentit shqiptar, ku më shumë dizen fishek zjarre molotov se sa mbahen fjalime.